Doktor, ajo që më ka bërë përshtypje në fjalimet në protest ka qenë fjala juaj e drejt për drejt, e sinqert, le të themi deri diku edhe shumë e jetuar, e përjetuar, le të them. Vjen nga një shtres dhe nga një profesion që mbi të gjitha në të gjithë vendet e botës është një kriter për të parë një shtet demokratik europian dhe civilizuar, që është shëndetësia. Pastaj vjen arsimi e gjërat e tjera. Shëndeti është ai që mbrohet me kushtetut. Dhe sot në Shqipëri ne kemi parë që dhe kemi dëgjuar që shëndeti nuk është ai që mbrohet për qytetarët shqiptar, edhe pse ne jeni pari kushtetuese shqiptare e parashikoni gjërat e tjera. Pse i bashkuar pikërisht kësaj protesta? Shiko, me thënë drejtën, në këtë kontekst, unë fillimisht mendoj që kam dalë jashtë bluzës parë. Sigurisht janë të gjitha të jetuara, janë të vuajtura në ditët, janë të parë dëshpërimin sytë e njerëzve, se sa të pashpres ndihen kur ata nuk e kanë mundësin. Unë punoj në strukturë private, për vërtet kam dhe themi refuzuar apo janë shmangur mund të punuar në një strukturë publike sepse do e mos është një strukturë që të bën pisë. Domethënë ti detyrohesh në pika të caktuara që të bësh kompromis me gjëra që nuk janë që stiliron morale. Dhe përsa ko ka mundësi zgjedhje, situata për mua ka qenë relativisht më komode. Por në këtë kontekst, unë kam dalë jashtë pjesës bluzës parë. Për cilin arsye? Mendoj që u prek dinjiteti njerëzor. Filloj çdo gjë me protestën në Zvërnec. Mos harroni që aty u trojt njëri zvarr. Dhe që këtu ti irritohesh sepse është një paralelizëm jo i vështirë për të bërë midis asaj tërheqjet zvarr dhe atyre njerëzve që shenë ditë të spitalit cilët detyrohen të tërhiqen zvarr. I detyrohen halli të tërhiqen zvarr. Dhe ata njerëz e ulin kokën. Po kjo është përdosje dinjitetit të tij. Nesër aty mund të jetë një familjar im, mund të jetë një familjar dikujt që është i afërt me mua. Kjo të irriton. E nuk mund të rrish pasiv kur shef situata të tilla. Pastaj, më tej akoma pash edhe disa elemente të tjera. Informacioni sot është shumë i kollajt. Fillova të lexoj se çfarë ka ndodhur në atë situacion. Përse u tërhoq ky person zvarr? Dhe pashi aty kishte kauza përbashkuese edhe për mua. Edhe unë jam detyruar të zvarritem dyerve të gjykatave, dyerve të gjendjeve civile, dyerve të përgatitjes së dokumentave, me një burokraci e cila lind sepse në çdo pikë, në çdo kapilar ka një element të gjakut që edhe ajo rruaza e kuqe që gjendet brapa asaj skrivanisë, brapa asaj desktopit që duhet të punoj për ty, është një element i cili është gjendur aty për shkak të një nepotizmi. Dhe mbas edhe nuk është dashakeqës për të mos e bërë punën, po nuk di ta bëj atë. Paaftësia. Po kjo paaftësia ka ardhur sepse ky njeri është atashuar asaj armate që ky pushtet ka krijuar. E ky pushtet përveç se bën dëm, deri më tani ka bërë më shumë dëme se sa ka krijuar. Po do t'i kam qenë edhe në anën tjetër të medaljes, që disa nga nismat e reformave ishin shumë të bukura dhe tingëlluese. Dhe pse jo, unë i kam edhe për krahura. Se mendoj që e kam kapacitetin të tillë që edhe mund të bëhem një përkrahas një nisme të duhur. Po, e duam zhvillimin, e duam strukturimin, e duam rendin, e duam shëndetësinë, e duam. Po vërtetohet që ai njeriu atje u tërhoi zvarr sepse ju cënua prona. Ju cënua elementi bazë, ne jemi njerëz të lidhur me rrënjë. Rrënjët i kemi në tokë. Po do t'i ta kapet nga ana tjetër u cënua edhe siguria kombëtare. Sepse po diskutohet në ca prona kur ne duam të shkojmë, jo, nuk mund të shkojmë se është pronë e mbrojtur. Po për ca njerëz që pas nga komoditetet dhe që janë afër oborrit, ajo që nga një element shumë kollaj i prekshëm. Po kjo siç cënohet siguria kombëtare kur cënohet shëndeti një pacienti, si cënohet siguria kombëtare kur cënohet zonat ushtarake cilat u jep kanë pateklif. Pika gjeostrategjike cilat ne na bëjnë të jemi shqiptar brenda këtij trulli. Sado që kanë migruar, ata
në ato ditë të pushimeve duan të vinë këtu dhe duan të shkelin atë vend, duan të vizitojnë, e jo se pas kanë më drejtën, ose do duhet të pagojnë këto shifrat të tmerrshme. Po pse pak ka investitorë shqiptarë që na u dashkan ca strategjik të huaj, po pse pak histori ka në për ndërmarrjet shqiptare, qoftë edhe të ndërtimit, të hotelerisë, që kanë dhënë shembuj se mund të bëjnë punë. E pse të mos merren këto dhe të gërshetohen me eksperiencat, po u dashka të vijë një gjë strategjike, për cilin unë taksa pagues do duhet rrit paguaj edhe 10 vjet të tjera që shteti im, më saktë pushteti im, se kjo është diferenca, që ne kërkojmë shtet dhe jo pushtet. Ne duhet i paguajmë ti me taksat tona, sepse nalt madhnia pas ka vendosur që ky është gjithçka bërsi, dhe vjen këtu dhe ne e po atë shembullin cilin ne kemi luftuar kaq vite. Pra ai nepotizmi atje që i bindet armatës të pushtetit, në nënshkruan dhe na nxet veten sikur është edhe nobelist për ekonominë. Të gjithë Milton Friedman tu pas kanë lindur. Po që janë këto? Mbase pushteti edhe paraja të bën të ditur. E po ai pushteti të merr edhe të dhënat, të merr edhe lekët e rezervës kombëtare që duhen për një tragjedi dhe t'i hedh, sepse emancipimi ka nevojë për kulturë. Me cilën kulturë? Me ndjesinë e shpirtit, me tokën, me shëndetin, me bukën, me zjarrin, që mund të më përfshi me tërmetin që më shkund dhe më lë pa asnjë gjë dhe ti më thua prit do presim çfarë do jetë Europa. Po pse mor ne si shtet nuk pas kemi dinjitet fare që të kemi një rezervë tonë dhe t'i dalim zot vetes tonë? Jo, rezervat i kemi, po i kemi për koncerte. Nuk mund të përdoset kjo dhe pastaj i jep një kafe pensionistit që prindrit e pensionistit, po do t'i dhe pensionisti kanë derdhur gjak për atë vendin, dhe tani ky pensionisti duhet gëzohet me atë kafen që po i jep një lëmosht, hedh edhe një kock, të bën edhe një stil perandorak. Po ça presim tani më ne? Të sjellë dhe gladiatorët edhe të na thepisin, të na presin, të na tërheqin zvarr siç po tërheqin. Ky nuk është model që unë e dua për fëmijët e mi. Si mjek, si të duket kryeministri në çere? Të duket në gamat e fundit, të duket më i fortë, të duket i trembur? Shiko, diagnozat unë preferoj t'i them brenda spitaleve, po mirë na shkruaj. Dua të përmend një fenomen të cilin kryeministrin kjo lloj proteste e tronditi, sepse i doli nga parashikime dhe nuk kuptoi dot se pse po ndodhte kjo. Dhe tentoi të hidhte lloj teorish konspirative duke na kujtuar eksaktësisht ato vitet në 10. Dhe një nga pyetjet e mia janë që po si ka mundësi këta njerëz kur rrinë kaq gjatë në këto vende, si ka mundësi që nuk kanë një termometër të perceptojnë se çfarë po ndodh. Dhe ju desh kohë të kuptonte që ato metodikat e veta të fasadave mund të qirren shumë kollaj dhe u mor vetëm me rrjetin. Duke na dhënë një shembull të vërtetuar katërcipërisht që nuk e kam mendje në asnjë vend tjetër përveç se tek fasada. Atëherë le të përmirësojmë ne këtë fasadë, pas zgjidhur qoftë edhe asnjë problem. Dhe e vërtetoj edhe me veprimet e një pasnjëshme. Mund të edhe të ishin lodhur njerëzit në këtë protestë. Po fakti që prodhojnë në rendin e ditës problematika ekzistenciale dhe tentojnë të kamuflohen po prap me këtë fasadën, na bën të kuptojnë që këtu nuk ka shpresë për zgjidhje. Dhe ky është një mesazh i hekurt, sepse njerëzit duhet të vazhdojnë. Pavarësisht lodhjes, ka një shprehje shqiptare, ku mbaron takati fillon inati. Po problematika duhet shkojë edhe përtej kësaj, sepse thënie më të mençura janë ato që trombetojnë faktin se nuk është e rëndësishme kur flasin njerëz të paftë për të artikuluar apo budallënj po përdor termin duke kërkuar ndjes audiencës. Po është e frikshme kur ata njerëz që i kanë kapacitetet për të analizuar dhe që ndihen të prekur, ata nuk flasin. Për çfarë do lloj arsye? Komoditeti dhe rehatia nuk janë virtyte të një shoqërie të shëndetshme. Të rrish në komoditetin e kondicionerit dhe të divanit nuk është një element që të çon përpara. Ky është një lum që fryhet nga një brua i thatë, fryhet dhe merr përpara gjithçka gjën. Dhe herët avon i vjen radha kujdo.
Dhe këtë radhë ne nuk duhet ta lëmë që të shkojë tek fëmijët tanë. Duhet përcjell edhe një mesazh tjetër. Ato nëna që janë atje me fëmijë në fund të protestës, nuk janë aty vetëm për t'i dhënë bukurinë protestës. Po ato kanë një mision të jashtëzakonshëm që po i mëkojnë atij brezi shuarjen e frikës. Ato po i mëkojnë atij brezi dinjitetin. Ato po i mëkojnë atyre njerëzve pa mundësinë e nënshtrimit. Dhe kjo është vlera më e madhe shqiptare që duhet të mbrojë dhe duhet të mbizotrojë. Ka plot që bëhen me të fortë. Se është edhe komoditet. Po i forti herët avon bëhet çekiç edhe për kokën tënde. I ka vërtetuar pushtetin. Të gjitha ata njerëz që pati të zgjedhur dhe që kishin realisht merita kur erdhën në për kalvarin e pushtetit, gradualisht i eliminoi dhe i zëvendësoi me njerëz fiktiv. Çfarë mendimi ke për këto? Zeqenia, Sarandini? Me thënë drejtën, kjo protesta më ka bërë të kthehem pak edhe nga pjesa politike dhe t'i njoh se kush janë, se deri dje nuk i dini fare se kush ishin. Gjithashtu. Po nuk po flas në rendin e deputetit, po flas edhe në rendin e ministrave. Ministrinë e linjës ne nuk e njihnim. Jo. Dëgjuam ca fjalime ku e pamundura ishte e mundur, po tentuam ta deduktonim këtë se nuk e arritëm ta kuptonim dot. Po këto janë figura që duhet të ushqejnë, janë figura që duhet të udhëzojnë, janë figura që duhet të frymëzojnë, po deshin. Po e kanë kthyer politikën në një tragjedi komedi. Se ne edhe qeshim edhe qajmë këtë që dëgjojmë. Fatkeqësia e këtij vendi është që politika, unë kam pasur një eksperiencë pune, shkollimi edhe jashtë dhe më bënte përshtypje se si kolegët, studentët, nuk donin t'ja dini fare se kush është rendi politik, po sepse shteti atje ishte konsoliduar. Dhe ai shtet atje e jepte sigurinë. Që unë nuk kisha pse të merresha se kush ishte një majt, një ideal, sepse elementi bazik jetik ishte i konsoliduar. Alternativa më e mirë, po. Qartë. Këtu shef njerëz që unë personalisht e përfshi veten në ata njerëz që nuk e kanë kapacitetin politik për t'u marrë me, po detyrohesh të merresh sepse ajo politik ty të prek në rendin e çdo dite, të prek në radhët në për spitalin, në radhët në për gjykata, në listë pritjet për të patur atë drejtësinë tënde, po drejtësi e vonuar në fundit është drejtësi e munguar. Po shëndeti munguar do të thotë ose i vonuar do të thotë vdekje. Po, postulat, doktor. Kjo është ne jemi kthyer në meme, ne jemi kthyer në postulate, ne jemi kthyer në monologje të cilat të qeshësh me tragjedinë tënde është fundi. Para vdekje. Atjera. Kështu që inshallah arrin ata njerëz që e kanë edhe një pavarësi le të themi ekonomike, nuk i kushton asnjë gjë që të bëjnë po deshe ti edhe xhiron e